Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahun e lartë madhëruar falenderojmë, ndihmë, falje dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Elusim Allahun që të na bëjë për atyre të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij, janë të sinqertë në ndjekjen e tij dhe vdesin duke thirrë në sunetin e tij dhe në praktikën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë sonte me lejen e Allahut me dersin e 16 të radhës me nën kapitullin e xhenazës. Nën kapitull ky i cili është i fundit në kapitullin e namazit. Do thotë me këtë nën kapitull inshallah përfundojmë kapitullin e namazit për të vazhduar pastaj me zakatin, agjerimin, haxhin e tjera që vijnë te kapitujt e fikut. Mirë, po kjo është i fundit në namaz. E kanë fut dietarët pse është i xhenazës, po është në kapitullin e namazit për shkak se në të bën pjesë edhe namazi i xhenazës. E që ka të bëjë me dispozitat e namazit, domethënë, për atë arsye kanë përmend dietarët e që kanë thonë që e tërë jeta e njeriut është fik. Prej atëherë kur lind deri kur vdes, prej lindjes që ka transmetime që duhet me ju thirr ezani ose ikameti, e deri në vdekje në fund që përcillet me namazin e xhenazës. Domethënë fiku na futet në çdo porë të jetës. Edhe derisa të përfundojmë jetën, derisa të falet namazi i xhenazës. Inshallah me lejen e Allahut fillojmë të përmend disa dispozita që kanë të bëjnë me xhenazën, faljen e sajna, pastaj edhe përcjelljen e saj deri te vorri, deri te përfundimi i saj me disa vaxhibe, me disa sunete. Shejku nuk i ka përmend, po Abdullah Gjibrini ka përmend në fusnot, për i përmbana kësaj ka njëherë, për dispozitave të parë në këtë kapitull e përmend çka është dispozita me e dëshiru vdekjen, e që shumica e dietarëve e thonë që është e ndaluar. Mirë po, nëse veç ka orë puna është sprovu aq shumë sa që ju ka bo me dashur vdekja si sa jeta, atëherë kanë thonë le të lutë Allahun, nëse është më mirë vdekja për mu, atëherë merr ma shpirtin. Nëse është më mirë jeta për mu, më mund se të jemi gjallë. Domethënë është çështje diskutabile mes dietarëve, edhe pse ka prej tyre që e lejojnë, duke u mbështet në ajetin në surën Maryam. Ja lejteni mitu qabla hadha. Maryamja e ka thonë kur i ka ardhur lajmi se është shtatzon, që Isa a.s. e ka në bark, atëherë e ka ditë se çka kanë mundësi me fol populli i tij për ta. Me njëherë akuzojnë nder, kur e kanë ditë që është e pa burr, në esencë e pa martuar, kur ja jep lajmin që është shtatzon, atëherë çka ka thonë, sikur të kisha vdek para se më ndodh kjo. Në ja ka kërku vdekjen vetit para se më u përball me këtë sprovë. E disa argumentojnë me që ta jetë që e lejojnë. Mirë po në esencë argumentet tjera janë të shumta që e ndalojnë këtë çështje dhe shumica e ndalojnë. Përveç në raste shumë emergjente që dikush ka mundësi më përball me ta. Pastaj është përmend edhe dispozita që besoj në qartat e na e ka përmend me ushëru me ilaçe që ma shumë nuk janë në kapitujt e fikut këto në esencë, ose vinë tek edabet që janë në fund krejt. Edhe vizitat të semurit i ka përmend disa hadithe që flasin për shpërblimin e vizitës së semurit. Krejt këto unë i kisha kalu për t'i lënë në fund, për shkak se shejku ka përmend këto, mirë po në esencë nëse futen fik janë në fund. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ekthiru dhikra hadhim al-ladhati. O ju njerëz, shtoni
përmendjen e shkatërruesit të kënaqësive, e që e ka për qëllim vdekjen, e që ky kapitull që tash e fillum na veç vazhdon me disa dispozita të kësaj tematike. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illa Allah, është hadithi i parë që e përmend shejku në këtë kapitull. Përkujtojeni të vdekurve tuaj fjalën la ilaha illa Allah. Pastaj thot pejgamberi sallam, lexojeni të vdekurve tuaj Jasinin. Hadithi i parë është në Muslim, hadithi i dytë e transmeton Nesaiu edhe Ebu Davudi. E që sipas shejkut edhe sipas shumicës dietarëve është për qëllim para vdekjes, në momentet e vdekjes, edhe surja Yasin edhe shahadeti. E që të na praktikohet ma shumë e kundërta, sidomos te Jasini. Është mesele diskutabile. Besoj e keni ndëgjuar, kum pas qef me përgatit këtë mesele, po s'kum pas kohë. Një të regu drejt, janë një 2-3 libra që diskutojnë këtë mesele, çështja e a i shkon shpërblimi të vdekurit, shpërblimi i këndimit Kuranit, që e kanë diskutuar gjëra gjatë dietarët. Plus edhe nëse thojmë që i shkon, a me këndu tani të vorri, apo me këndu dikush vetë, pastaj, mas i ka kalu dita e varrimit, jo që praktikohet të na, për shembull që i këndojnë hoxhallarët. Këtë këto janë mesele diskutabile që në fund, ajo që onë për veti, që muj me thonë është që, ma pakta që muj me thonë këtë mesele është që nuk guxoj me akuzu një hoxh që nëse qitoj nën të vorri, është bidatxhi, që ta kam për qëllim. Për shkak se sa do qka ka një bazë sa do të vogël që mundet me pas në një ether të sahabëve ose të tabiinëve, e që prej mësuesat, nxënësat të Ebu Hanifes konsiderohen tabiin për shembull. Këto janë ethere në farë mënyrë, e që ka transmetime diçka në lidhje me këto pyetje, që inshallah kur të kam kohë e përgatiti si mesele të veçantë. Shejku e përmend edhe thotë, e përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, përkujtojeni të vdekurve fjalën la ilaha illallah është për qëllim para se me vdek, momentet e vdekjes, me ja përkujtu atij që është në agoninë e vdekjes, para se me vdek fjalën la ilaha illallah, në mënyrë sa më të butë, e që shpesh herë kanë thënë dietarët, mos mi thon thuj la ilaha illallah, mirë po tin prezencë tina më ra shahadet, në mënyrë që ai me të ndëgjuar dhe më ja përkujtu. Edhe lexojani të vdekurve tuaj është për qëllim para vdekjes surën Yasin. Hadithi është në Abu Davud, disa kanë bu hasan, disa kanë bu daif. Edhe kjo është diskutabile. Mirë po, shejku e përmend, edhe kjo zakonisht fuqahat e mëdhëbit Hanbeli e mbrojnë mendimin që është për sunetit me ja këndu surën Yasin të vdekurit para kur është në agoninë e vdekjes ose në çastet e fundit të vdekjes. Pastaj thot wa tajhizul mayyit bi ghaslihi takfinuhu wa salatu alayhi wa hamluhu wa dafnuhu fardun kifaya. I përmend 4 gjëra me të cilat janë farz kifaje. Përgatitja e që kanë të bëjë gjitha këto kanë të bëjë me përgatitjen e xhenazës. E para thot është pastrimi i xhenazës. Qefinosja e xhenazës, namazi i xhenazës edhe bartja bashkë me varrosjen. Çdo 4 janë fard kifaje, që do të thonë janë farz kifaje. Nëse një pjesë e tyre e besimtarëve e kryjnë, pjesa tjetër lirohet prej obligimit. Nëse kush nuk i kryen çto, atëherë të gjithë besimtarët e asaj ane janë mëkatar. Do të thonë, nëse nuk e lajnë, nëse s'ia falin xhenazën, nëse nuk e qefinosin, edhe nëse nuk e varrosin komplet, do të thonë me bartjen e xhenazës deri te varrimi. Qito 4 nëse nuk i kryjmë në raport me një vëlla tonin besimtar që e dim që ka vdek, atëherë gjithë muslimanët e asaj pjese janë mëkatar, to duhet me pas qartë. Do thonë, nëse dim që dikush ka vdek edhe kanë fut pa lao,
atëherë dije se i jemi të ngarkuar. Kjo për shkak se shpesh ndodh që këto dispozita nuk mësohen ose nuk praktikohen. Tek pastrimi, pika e parë që përmend në to është mënyra e pastrimit. Shejku nuk ka përmend detaje, unë po përmendni ato që kanë ardhur sipas transmetimit për përmbledhje mënyrën se si është sipas sunetit me e pastru një gjinoze. I japim abdes ashtu siç i jepet qysh merr muslimani kur është i gjallë. Përveç se në gojë edhe në hunë është problem me ja fut ujin. Disa kanë përmend që veç ja përkan pak gojen ose hiç. Për shkak se nëse i futim gojën në hunë ka mundësi që uji tani më ndikon në barkë edhe me bon që ai më liru gazra apet edhe ose më rrjedh diçka. Kështu që i jepet avdes ashtu siç merr avdes njëri kur është i gjallë. Pastaj pastrohet me çush ka ardhur në hadithe 3 ose 5 larje. E të fundit është mirë me e bon me një lloj që ka ardhur pejgamberi në hadith bima'in wa sidr, me ujë edhe me një sidr, është një lloj pemë që ka pas një erë të mirë që është përdorur në kohën e pejgamberit alayhis salam. E pastrojmë tash, dietarët e kanë diskutuar, a me lani herë një gjymtyr, për shembull e lan dorën e djathtë, pastaj të majtën. E lan komën e djathtë, pastaj të majtën. Ka divergjenca mes dietarëve, e që shumica thonë se nuk është problem nëse ja lan komplet anën e djathtë një herë, pastaj rrotullon e ja lan komplet anën e majtë. Domthonë s'ki nevojë për çdo gjymtyr një herë djathtën, apet me rrotullu të majtën se është problem me pedat, gjenozën. Mirë po ja pastron një herë komplet anën e djathtë, pastaj anën e majtë. Domthonë edhe që ka konsiderohet sikur që i ke jap gusl. Pastaj thot pejgamberi selam esri'u bil janaza fa in taku صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. Thot pejgamberi selam shpejtoni në gjenoze. Është për qëllim në përgjithësi. Në larjen e saj, përgatitjen e saj, varrosin e saj komplet që kanë të bëjnë me to, është për sunetit me shpejtu. Nëse ajo është e mirë, atëherë një familje kuptimisht për thonë hadithin lëmë për ato që ka e pret. Sa ma shumë që e ngutni, për ato është ma mirë. Për shkak se ajo që ka e pret është shpërblimi. Wa in kanat ghayra dhalike, nëse është e kundërta e të mirës, që është sharr, fatad'unahu an raqabatikum, nëse e largoni një familje e heqni qafe. Nëse është gjenoze e keqe, është barë që ju jeni duke bardh, kështu që shpejtoni me hek qafe sa më shpejt. E që në përgjithësi është qëllimi që gjenozja në përgjithësi duhet përgatitja e saj, larja e saj, këto me kry sa më shpejt deri te varrosja e saj. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'mini mu'allaqa bidejnihi hatta yuqda anhu. Thot shpirti i besimtarit është i lidhur me borxhin e tij përderisa i paguhet ai. Edhe ka shumë transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pyet sahabët për të vdekurin, a ka pas ndonjë borxh. Edhe nuk ja ka fal xhenozën përderisa është lajmëruar dikush që ja ka la borxhin nëse i vdekur i ka pas borxh. Wal wajibu fil kafni thawbun yasturu jami'ahu siwa ra's al muhrim wa wajh al muhrima. Tash dalim te çefinosja. Thot edhe është vajib tek çefinosja me pas parasysh vajib edhe sunet. Thot vajib është me qenë veç një rrobë e madhe që e mblen komplet trupin. Përveç nëse është ka vdek me ihram, hajj ose numre, atëherë nuk i mbulohet fytyra e tij, edhe nëse ka qenë femër edhe ajo, gjithashtu nëse ka vdek
duke qenë një haram, nuk i mbulohet fytyra e saj. Për ndryshe, vaxhibi plotësohet vetëm nëse e mbështjelli me një bezë ose një pjesë që e mbulon këtë trupin, e kem kryer obligimin ndaj saj. Arsyeja është sipas sunetit është burrat me 3 pjesë, gratë me 5 pjesë. Një pjesë e vendosë të madhe që llogaritë që ajo nëse mbështjellet, e mbështjell prej kokës deri në këmbë. E lën shtresën e parë. Shtresa e dytë është që e mbështjell, i thonë kamis, si lloj këmishe, që bëhet 2 fish edhe i prehet pjesa këtu te koka, që nëse vendos i shkon dikun deri te gjojt, pjesë e gjatë. Edhe pjesa tjetër është që e mbulon prej këtu edhe deri te këmbë. Përafërsisht, sikurse rroba që i kem. Ndërsa ajo që lihet e fundit i mbështjellet krejt edhe i mbulohet përmi kokë deri në përfundi këmbëve. Domethënë me çdo 3 pjesë është sunet më që finos burri. Gruaja duke ja shtu edhe 2 të tjera që shkallën transmetime me 5 pjesë, që kjo është në përgjithësi. Mirë po vaxhibi kryhet edhe me një. Domethënë qëllimi është masi është pastru, edhe nëse veç me një mbështjellim, nuk i duhet ta vrejti, është mbështjell komplet, atëherë inshallah obligimi ndaj saj është kryj. Wa sifatu salati alayhi an yaqume fayukabbir. Edhe përmend sheku formën se si i falet namazi. Thot këtu kalon shumë sa në mungu. Nuk ka përmend për shembull a kushtzohet me pas numër a diçka, këto që duhet me pas qartë. Namazin e xhenazës bën me falë edhe vetëm një person. S'ka 2, 3 ose 4 ose që është kemi diskutuar për shembull te namazi i xhumos. Edhe një person nëse ja fal namazin e xhenazës, atëherë është kryej obligimi për ta. Thot merr tekbir e këndon surën El-Fatiha. Me dhejbin Hanefi këndon subhaneken. Duke ja shtu para fjalës la ilaha ghayruk, ja shton fjalën wa jalla thanauk. Me dhejbin Hanefi. A shumica dietarëve thonë me këndu surën El-Fatiha. Për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka namaz pa surën El-Fatiha. E që llogaritet namaz. Atë Hanefit namazin e xhenazës e llogaritin sikur dua. E nuk ja këndojnë surën El-Fatiha, po e këndojnë subhaneken të jashtu fjalën që e përmena. Që mendimi më i saktë është me këndu surën El-Fatiha. Pastaj pas tekbiri tjetër i këndojmë salavatet, që i këndojmë salavatet ibrahimie që i përmend që këndohet namaz. Pastaj këndohet doja. Sheikhu e ka përmend doan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Çito e ka përmend. Ndërsa e ka përmend edhe një dua tjetër, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ka përmend duat në përgjithësi. Mirë po është një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha salaytum ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Kur t'ia falni xhenazën të vdekurit, atëherë përkushtoj janë në një mënyrë atij me dua. E që sheikhu thot, e që e thonë edhe shumica e dietarëve, është për qëllim bëni dua për ta në mënyrë të përgjithshme. E që është për qëllim, nuk është patjetër me i bën ato që i përmendëm, që kanë ardhur transmetime. Mirë është me i përmbajt çdo herë transmetime që kanë ardhur për dua, mirë po nëse dalim jashtë tyne, bëjmë dua të përgjithshme për ta, atëherë inshallah janë të vlefshme. Edhe nëse bëjmë dua në gjuhën shqipe, inshallah namazi është i plot. Për shkak se në lidhje me këto dietarët i kanë dua të përgjithshme e dua të veçanta. Doja që u përmend më herët sheikhu, që e përmeni që ka shumë transmetime për këto, është dua përgjithshme. O Allah mëshiroj të vdekurit ton, ata që janë prezente, ata që dëshmojnë, ata të voglit ton, kjo është e përgjithshme. A dua veçantë që ka të bëj veç me ato. Pejgamberi selam i ka praktikuar dyja. Në hadithin
pas ti që përmenet Allahumme gfir lehu warhamhu, në fale ato që ato si ka vdik. Nëse është femër, gfir leha, për emri bëhet një zgjinis femrore. Pastaj edhe doan e fundit e përmend Allahumme la tuhrimna ajrahu wa la tuftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. E që kjo është doa e shkurt, disa dietarë kanë thonë, nuk e dia i ka shku mendje ndonjëherë, si presin në gjallartë në mes tekbirit 34. I ke thonë salavatet, ke marrë tekbir, ke thonë doan, ke marrë tekbir. E ke pasi presin pak. Para si me jap selam, presin edhe pak. Disa prej dietarëve kanë thonë që është mirë me thonë që doan në qëtë kohë. E që ka transmitime për selefëve që kanë folë gjenazën edhe me 5 tekbire. Edhe kanë thonë dietarët, nëse dikush do me folë me 4 tekbire, do me thonë ja përkushton që ato doa komplet. Kanë thonë, kur është ma mirë me folë me 5 tekbire, për shembull, nëse janë ma shumë si 1 ose 2 ose 3 gjenazë që ndodhë zakonisht në Qabe ose në Medine, në tekbirin, pas tekbirit 3, tash këtë rast i bjen pas, me tekbirin e 4, bën doa për të vdekurit që janë burra ose të mëdhej, edhe gramun. Tekbirin mas tina bën doa veç për fëmijë, që ka transmetime që është doja e veçantë për fëmijë. Që kjo. Për ndryshe nëse përmbledhen edhe për fëmijë edhe për burra, edhe e falë veç me 4 tekbire, namozi është sahih. Mirë po du me përmend që veç ka transmetime, kur gjo ma shumë. Që nëse falë dikush me 5 tekbire, nuk është problem. Edhe s'muj me akuzu që ki bo bidat ose diçka se ka bazë. Pastaj thot wa in kana saghiran qala ba'da ad-du'a al-'am. Nëse është thot fëmijë, atëherë pasi që ta ka thonë që të duan e përgjithshme e thot Allahumma ij'alhu faratan liwalidayhi wa dhakhran wa shafi'an mujaban. E që është mirë me mësu këtë dua përmendsh. Thot pejgamberi alayhis salam është për sunetit me thonë këtë dua për fëmijë, doja e fëmijët që është mbroj. O Allah bëne ato pararendes për prindërit e tij. Është për qëllim para përgatitjes i shpërblimit ose i xhenetit për prindërit e tij. Wa dhakhran shafi'an mujaban. Edhe bëne thesar për ta. Edhe bëne për atyre të cilët i pranohet ndërmjetësimi për ta. Për shkak se ka transmetime që fëmiu ndërmjetëson për prindërit e tij. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma. O Allah, rëndoja me ta, është për qëllim me të vdekurin fëmijë, prindërve të tij rëndoja peshojen në ditën e gjykimit. Që është për qëllim me sabri që e bën për ta për vdekjen e fëmijët, më ja rëndu peshojen e veprave të mira. Edhe kjo ka transmetime tjera, thot vazhdon hadithi wa a'zim bihi ujurahuma. Edhe shumë fishaja, madhëraja shpërblimin prindërve të tij me ta. Waj'alhu fi kefalati Ibrahim. Edhe bëne këtë fëmijë që ka vdek për atyre të cilët janë në kujdesin e Ibrahimit alayhis salam. Waqihi bi rahmatika adhab al-jahim. Edhe me rahmetin tënd ruaje nga zjarri i xhenemit. E që dietarët kur e shpjegojnë për këtë çështjen ka transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa në ëndër Ibrahimin alayhis salam të rrethuar me fëmijë. Edhe kur ka pyet për to ka thonë wa amma al-atfal fa innahum auladul muslimin alladhina matu sigharan. E dini se ëndrat e pejgamberëve janë wahy, janë shpallje. Edhe kur ka komentuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dhe sa i përket atyre fëmijëve cilët e kanë qenë duke rrethu Ibrahimin alayhis salam janë fëmijë të besimtarëve që kanë ndek në moshë të vogël, domethënë para se më fut në moshë madhore. E që është për qëllim vllazni çdo herë keni mujtë me vërejt kur përmendet çështja e akides, çështja e tauhidit, përmendet lidhet me Ibrahimin alayhis salam.
e që Ibrahimi a.s. konsiderohet babai i tauhidit, i njëshmërisë, e që dënë më thonë që këta kanë vdekë në tauhid, përderisa këta kanë vdekë në tauhid, inshallah do të jenë nën kujdesin e Ibrahimit a.s. Kuptimi i përgjithshëm i kësaj është që zakonisht kur të vdek fëmia, më shumë doja ka të bëjë me prind se sa me fëmijët. Këtë doja komplet pa të bëjë me prind, për shkak se ajo dek sabi s'është i ngarkuar me mëkate. Veç që kjo pjesë e fundit bën nën kujdes për atyre që janë nën kujdesin e Ibrahimit a.s. komplet doja ka që të bëj, ka të bëj me prindët e tij. Thot thumma yukabbir wa yusallim. Pastaj merr tekbirin pasi që i ka kry këto dua komplet, edhe një herë edhe jap selam. A me jap selam në dy anë apo jo në mëdhëbin Hanbeli, në Saudi, në botën arabe përgjithësi praktikohet vetëm në anën e djathtë. Mëdhëbi Hanefi e ka në dy anë. E ka argument fjalën e Abdullah ibn Mesudit ku thot tri gjëra thot i ka praktiku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa njerëzit më njëherë kanë filluar me i lanë. Njënën për tyne thot at-taslim ala al-janaza mithl at-taslim fi as-salah. Thot njënën për tyne është japja selam në namazin e xhenazës ashtu si shipet selam në namazet normal që janë namazet e 5 vakte që i falim. Domethënë fjalën e Abdullah ibn Mesudit e kanë argument që duhet më jap në dy anë. A mëdhëbi Hanbeli thotë që në namazin e xhenazës mjaftohemi vetëm me anën e djathtë që na inshallah praktikojmë dy anë se jemi Hanefi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Këto është duke desh me përmend fadiletin, vlerën e faljes namazit xhenazës edhe nderin ose ndihmën që ja bojnë besimtarët kur dikuj ja falin xhenazën. Thot pejgamberi sallam nuk ndodh që një besimtar, një musliman me vdek, e që ati t'ja falin namazin 40 persona, cilët janë që nuk i bojnë shirk Allahut, domethënë janë musliman, illa shafa'ahumullahu fi. Përveç se Allahu Gjelle Gjelaluhu ka mi bon ata që si ndërmjetësus për ta. Në namazi që i është falë ati ndërmjetëson për këtë person. Ndërsa ka transmetim tjetër që ka thonë pejgamberi alayhis salam men salla alayhi mi'ah min ahli at-tauhid ghufira lahu. Kuj ja kanë falë namazin 100 veta, cilë kanë qenë besimtarë, kanë vdekë me tauhid me njerëzshmëri, atëherë i është falë atij. Do thonë namazi i xhenazës i ndihmon shumë të vdekujt. Wa qala man shahida al-janaza hatta yusalla 'alayha falahu qirat. Ka thonë pejgamberi sallam, kush e përcjell xhenazën derisa t'i falet atij namazi, ka shpërblim sa një qirat. Wa man shahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Edhe kush e përcjell qëndron derisa të varroset, atëherë i ka shpërblim sa 2 qirata. Edhe kur e kanë pyet çka janë këto qiratat, sa ka thënë mithl al-jabalayn al-azimayn, sa 2 kodra të mëdha. Don ka shpërblim nëse dikush e ja fal edhe e përcjell derisa sa të varroset. Nëse qëndron veç derisa i falet, një qirat sa një kodër e madhe. Pastaj prej sunetit është at-tarbi' fi haml al-janaza. Tarbi' është për fjalës arba, domethënë 4. Është për qëllim kapja e atij, ka mundësi më kon ose sanak, ose ka mundësi më kon dyshek ose me çka do që e bartin xhenazën. Prej sunetit është me kap në 4 anë. E ke kap në anën e parë pak, ndrohesh e kap në anën e mbrëmtë. Pastaj e kap anën tjetër, pastaj anën tjetër derisa të bash xhenazën, me kap në 4 anë është prej sunetit. E kemi ndryshe tonë herë. Të nafat këtësisht plot sunete që kanë të bëjnë me xhenazën, kohëgja shumë janë të harrume në fakt.
disa janë njohura, po i praktikojnë ashta veç ata të familjes. Rrallë kush shkon me kap xhenazën nëse nuk është i veti. Për ndryshe është për sunetit me kap xhenazën në 4 anë. Në 4 qoshet ka pak. Pastaj e përmend shejku për suneteve tjera është wa yasunnu 'inda idkhalihi fil qabr an yaqul bismillah wa ala millati rasulillah. Ka të futin varr është për sunetit me thonë duan me emër të Allahut wa ala millati rasulillah, i dëshiron vdekje në umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. Thot edhe ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me ju zbukuru ose me ju ngjyros varri, ajo drasa ose ai guri i madh që i vendoset, ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e zbukuru, me ngjyros lloje të ndryshme të ngjyrave që është për qëllim një farë si lloj shqip e përkthejke allçi, si lloj qereçi që atëherë i kanë ngjyros gurt për mu dallu. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ul mbi varr, që fatkeqësisht sot e praktikojnë plot. Unë është me pa hoj ka një herë tek në Kur'an vorrit këtij tjetrit ulet mbi këto tjetër. E që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ul dikush, thot me ul dikush në gacë, edhe që ajo gaca më bon që ati mja shky rrobat komplete, mja djek edhe lkurën e ti, është ma mirë për të se sa më ul në varr, për mi varr. Hadithi është në Muslim. Aq është e rrezikshme ulja mbi varr. Edhe ka ndalu pejgamberi selam me u ndërtu vorri qysh e ndërtojnë sot të na. Fatkeqësisht që është prej ndalimeve të rrepta. Wa kana idha faragha min dafn al-mayt waqafa alayhi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka kry varrosjen e xhenazës është ndal. Wa qala istaghfiru li akhikum. Edhe ju ka thonë sahabëve kërkoni falje për Allahun tuaj. Wa sa'alu lahu at-tathbit, kërkoni nga Allahu që me e forcu. Fa innahu al-an yus'al, për shkak se ai tash po pytet. Hadithin e transmeton Abu Dawudi edhe Hakimi. Wa yustahabbu ta'ziyatu al-musabi bil-mayt. Edhe është i pëlqyeshëm ngushëllimi i familjarit që i ka ndodhur vdekja. Pëlqehet me fjalë të ndryshme, për shembull në arabisht ka ardhur ahsen Allahu azaek, e që në shqip mund është me praktiku fjalë tona që zakonisht praktikohen, Allah më shëroft, mos u mërzitni, Allah ju dha sabër, këtë këto janë që kanë bazë. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة مع أنه لعن النائحة والمستمعة. E ka për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qajt kur ka vdek dikush. Edhe ka thonë kjo është rahmet. Qajtja e dikujt për dikon është rahmet. Me njëherë ka pu hadithin, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku ato që vajtojnë edhe ato që ndëgjojnë me kënaqësi vajtimin. Që do të thonë që është normale dikush me qajt për dikon. Ashtu qysh ka qajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka vdek Ibrahimi, djali i tij. Ashtu qysh ka qajt kur i ka vdek djali i Zejnepes, i çikës tij. Ka transmetime që ka qajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për Ibrahimin a.s. ka thonë el ajnu le tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Zama syri lëton, zama mërzitet, po na nuk thojmë veç ato që e kënaq Allah. Në mënyrë edhe thot wa inna li mufaraqika la mahzunun. Me ndarjen tonë na jemi të mërzitur, është e natyrshme mu mërzit. Edhe natyrshme është me qajt, mirë po
është ndaluar rrepsisht vajtimi që praktikohet fatkeqësisht sot të na. Edhe ndëgjimi i vajtimit i ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe. Ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato që vajtojnë e ato që ndëgjojnë vajtimin. Ka transmetim tjetër, si ka thonë wa bari'un min as-saliqa wash-shaqa wal-haliqa. Unë në mënyrë largohem, ja kam kthy shpinën atyne që asaj që vajton, asaj që i shqyn rrobat si në shaj vajtimi, që është praktikuar të arab, dhe që praktikohet edhe të shqiptar kanë herë. Edhe asaj që i rrun flak si shaj mërzie për të vdekurin. Këto janë të ndaluara e që praktikohen edhe të na, ndoshta që ka me pa mirë, po janë edhe në shoqërinë tonë. Kurse që ka mundësi, sa dhe që ka mundësi me ndalu, është mirë. Wa qala zuru al-qubur fa innaha tudhakkira bil akhirah. Ka thonë pejgamberi sallam, edhe vizitoni varrezat, se varrezat ju përkujtojnë ahiretin. Edhe ky hadith ka ardhur pas një hadithi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndalu komplet vizitën e varrezave. Pastaj e ka leju, vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, unë ju kam ndalu vizitën e varrezave, atëherë mirë po tash vizitoni. Tash, kur ka thonë vizitoni varrezat, ahin edhe burrat edhe gratë, shejku e bën rajih edhe e mbron, edhe pothuajse gjithë dietarët e Arabisë Saudite me dhëbin Hambeli janë të mendimit që nuk kanë drejt burrat gratë me vizitu varrezat. Domthonë lejesa që ka ardhur është veç për burrat. Dhe për gratë ndalohet vizita e varrezave. Këtë mendim e ka shejku. Kjo për shkak se e dini natyra e femrore është ma e butë, ka mundësi me vizitën e tyne më reagu diqysh ndryshe me bo ndaj gaf ose diçka, kështu që në përgjithësi transmetime që kanë ardhur përmendin që grave ju ndalohet vizita. Edhe ka transmetime tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu. Mos i përmendni që janë kogja shumë, mirë po ndalohet vizita e varrezave për gra. Wa yanbaghi liman zaraha an yaqul assalamu alaykum. E përmend doan që duhet me thonë tek varrezat. Assalamu alaykum ahli ad-dar, qawmun mu'minin, wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Jap selam varrezave. Edhe i thot wa inna insha Allahu bikum lahiqun. Na në dashtë Allahu shpejt kemi ardhur te ju. Në mënyrë çdo herë është për qëllim përkujtimi i varrezave, përkujtimi i vdekjes që më përfitu për veti. Wa ay qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha li muslim nafa'ahu dhalika. Edhe përmend në fund se çdo vepër vullnetare që bën për shpirtin e të vdekurit, inshallah i arrin atij. Shejku e ka këtë mendim, e që është diskutabil për disa çështje. Për shembull, a bën më fal namaz për të vdekurin, a i shkon shpërblimi? A bën me kry haxhin, a i shkon shpërblimi? A bën sadaka, a i shkon shpërblimi? Agjerimi, a i shkon shpërblimi? Disa dietarë thonë për disa po, për disa jo. Për çështjen e haxhit ka argument. Edhe ky argument është pak diskutabil, se ajo kur ka shku ka pyet pejgamberin selam për prindin e vet, prindi vet e kon gjallë, mirë po s'ka pas mundësi me kry haxhin. Pejgamberi selam ka bë qiyas, ka thonë se kish pas borx, e ti a ja kishë la borxhin, normal si po, atëherë kryej edhe haxhin për ta. Mirë po kon gjallë, tash a bën me kry për të vdekurin, inshallah bën. Mirë po te namazi është ma shumë diskutabile që s'ka fort argumente. Sepse shejku thot bën edhe namazin. Çdo vepër shejku e ka që i shkon. Që është i fal për shpirt babës ose babgjyshit 2 recate,
inshallah i shkojnë sipas shejkut. E që disa dietar tjerë thonë nuk i shkojnë. Mirë po, na është mirë më përkufizu në ato që s'ka diskutim. E përmend shejku edhe agjerimin. Edhe agjerimi, këtu e ka përmend një argument, mirë po edhe agjerimi është diskutabile. Ka thonë pejgamberi selam men mata wa alayhi siyamu anhu waliyuhu. Kush vdek edhe ka met obligim i pjesë agjerimit tina, atëherë e agjeron kujdestari i tij. Tash, dietarët kanë diskutuar, kjo e marrin te agjerimi inshallah pak, po a ka obligim kujdestari tash me agjeru. Nëse ky as nuk i kalon amanet hiç. Ka qenë agjerueshëm. Për shembull, një fëmijë 7-18 vjet, baba i tij normal konsiderohet leja kujdestari, ka vdek duke qenë agjerueshëm, i kanë metë 4 ditë Ramazanit. A me agjeru për ta apo jo? Është çështje diskutabile mes dietarëve. Mirë po ato ku s'ka divergjenca hiç, janë ato trija që kanë ardhur hadith, kur çdo biri i Ademit që vdek, inqata'u anhu amaluhu illa min thalath. I ndërpritën këtë veprat përveç 3. Waladun salih, nëse kalon fëmijë pasardhës të mirë, edhe lutet për ta, i bën dobi. Këtu s'ka nuk ekziston mendimi ndryshe. Që i shkon duaja e fëmijut për prindin. Ilmun yantafi'u bihi, nëse kalon dituri që me ta përfitohet, atëherë edhe kjo i shkon. Kalon libra, kalon çdo dituri që dikush përfiton prej saj, nuk është patjetër me qenë e shariatit. Inshallah edhe nëse është dije e shkencave tjera, dikush përfiton prej saj, inshallah e ka shpërblimin. Mirë po, nuk është e njësi i shariatit dhe të me ditë. Edhe nëse sadakatun jarije, kalon sadakarriese. Këtu ka ixhmat e dietarë që këto shkojnë, shpërblimi për këto shkon. Për këto tjera të gjitha jashtë tyne janë mesele diskutabile, a i shkon shpërblimi apo jo. Kurani, namazi, haxhi, këto që i përmendëm, shejku ka mendimin, mirë po a ka që thonë që nuk i shkon, e që s'ka nevojë i gjalli mi bën për ta, ka që thonë. Për shkak se kullu nefsin bima kasabat rahine, çdo shpirt është peng i veprës vet. Ai atë sa ka punu ka me marr përveç çytyne që i përmendëm. Kështu që dietarët kur komentojnë që hadithin e fundit thonë, nuk e di, e kom harru cili për dietarëve përmend, thotë mundohu thotë mos më nxon vdekja pa lënë jonën për shtinetria. Nëse s'je i pasën, s'ki pas mundësi më jap sadaka rrjese me lënë në xhami ose diçka, këshir le diçka për diturisë tonë. Nëse s'ki lënë kur gjë për diturisë tonë, s'paku e vladin që kujdes me lënë të mirë që herë do kur më të bëjë dobin varr. Që kjo, e shejku thotë çdo vepër e mirë që e bëhet për të, thotë i shkon edhe me këto e përfundojmë këtë kapitull, inshallah në dersën e ardhshëm vazhdojmë me zakatin. E që inshallah me 3 ose 4 derse do të më mundu me përfundu që më fillu me agjerimin që tani edhe e kemi agjerimin. Qështu, pyetjen që e ki dërgu për ata pejgamberi alayhis salam që ka ndalu me i thonë vllautën hesht përderisa imami është të ligjëru. A bën mja bën me shaj me sy ose me dorë shuj? Shejku Themini thotë që po. Disa mënuan komplet minajt tekstit besnik që asë një isharet mos m'ja jap, me po Allah alem përderisa hadithi ka ardhur që ti mos më fol, inshallah lejohet ti m'ja bën me shaj atij personi që shuj. Mi po jo mi thon shuj, mi po me dorë ose po më pengon ose diçka ose kujdes imami, adin kujdesi për shpërblimin. Inshallah Shejku Themini e lejon një gjë të tillë, përderisa ti nuk fol. Ja bën veç me shaj me një gjest, mirë po jo më fol. Që kjo sa i përket sontit, Allahu i shpërblet për dëgjimin e bëni halal nëse e kom zgjat. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم